Histori shqiptare mundësohet nga Sigal, Unica Group Austria. Mendo momentet që të ndryshojnë jetën. Mendo një familje të lumtur dhe të shëndetshme. Siguro shëndetin duke filluar nga 15.000 lekë në vit dhe përfito një kontroll shëndetësor të përgjithshëm në vit, kontrolle diagnostikuese dhe shpenzime për medikamentet. Nëse dëshiron të sigurosh shëndetin, ka vetëm një emër: Sigal Unica Group Austria. Nuk kanë vesh dhe sy. As gojë që të flasin. Por janë gjithmonë rrotullnesh. Se cila ka sekretet e saja, të cilat njerëzimi kur nuk ka reshtur së studiuari. Ritmi i jetës, sidomos në zonat urbane, na ka detyruar të mos shikojmë për ditëshmërisë për të vrapuar diku. Këti ritmi, edhe farmaceutika është përgjigjur duke ofruar medikamente nga më të ndryshme të cilat ne i gjejmë kudo. Pak nga pak, kemi harruar bimët e vogla, të cilat nuk duhet të mungojnë në sirtaret e kuzhinave tona. Le t'i quajmë bimë magjike. Natyra i ka krijuar për ne. Çdo njëra prej tyre ka një rol në natyrë dhe organizmin ton. Mjafton t'i njohim që ato të na shërbejnë për të ndier mirë apo luftuar një sëmundje. Është 1, 2, 3, 4, 5. 5. Që do thot? Që do thot, është shumë e mirë, ku gjenden 5 këshupsh. Brënda një gjete. Ishta dore, ja. Fantastike. Dhe është shumë e mirë për të gjitha ato sëmundje të muskujve. Ja edhe këmba e patës këtu. Ka njerëz të cilët çdo ditë të jetës së tyre e kalojnë duke studiuar bimët dhe duke i mbledhur. Këmba e patës? Shumë e mirë për të infeksionet urinare dhe infeksionet e brendshme në organizëm. Në Shqipëri, njëri prej tyre është yllimeria. Secili nga ne, kur ecën në një sipërfaqe të gjelbruar, nuk mendon gjë tjetër veç se të shijojë shëtitjen, pa e shkuar në mendje se këtu ndodhen
bimë mjekësore të vlefshme për shëndetin e njeriut. Ne këtu ndodhemi në fshatin Tujan, nuk jemi në Alpe, jemi në një zonë të banuar, sipërfaqja e gjelbruar është shumë e vogël, por që brenda kësaj sipërfaqe ndodhen më shumë se 20 lloje bimësh medicinale. Ky quhet tërfili i bardh. E gjeta? Gjeta. Për çfarë shërben tërfili? Zonja Çupi, ja tërfili. Dhe i them tash do ta marrësh këtë tërfilin, shplaje mirë me ujë, përtype me gojë kështu, dhe vendose tek kjo pjesa këtu. Nuk zgjati më shumë se 3 ditë, ai formacioni ju kput, nuk i mbeti asnjë shenjë, asgjë absolutisht, ai edhe sot në Korçë kam bindjen e pa diskutuar që nuk i shfaqur më. Për çdo pyetje në lidhje me shëndetin, Ylli Merja ka emrin e një bime si përgjigje. Në natyrë ka ndonjë bimë kundra plakjes, me që dalim në natyrë për të bërë vrap, për të... Çfarë mund t'i vëmë fytyrës në atë moment? Pra, në natyrë veç ajri të pastër, në çdo cepë rruge, në çdo qoshe livadi, në për livade është e pamundur të mos gjësh hithra. Ky është me të vërtet një antioksidant i fuqishëm që frenon plakjen e organizmit. Hithra? Hithra. Mëngjes drekdark hither. Është ushqyes shumë i mirë, është i pasur me vitamina, me kripra minerale, qa kosto më lidh këtu, mbush tepsin, haj me byrek të kënaqesh. Edhe ti jesh i freskët, ti jesh i ri, ti jesh energjik. Fantastike. Pra, kjo hithra shkon shumë mirë me këtë lëpjetë. Do rritet dhe çmimi i hitrës. Shumë mirë me qumështore. Pasionin për t'ia përkushtuar jetën e tij studimit të bimëve e nisi para 15 vitesh. Shiko, këputet bima dhe nxjerr këtë qumësht. Qumësh i bardh, po. Kjo shumë mirë mund të përdoret për puçrat në fytyrë. Nga çikoria? Nuk është çikore. Çfarë është kjo? Kjo është tjetër bimë. Kjo është një qumështore. A di që kjo mund të përdoret me shumë sukses për ata persona që duan ta lënë alkoolin? Lëpjeta? Po, është shumë e mira për uljen e ngarkesës së alkoolit në gjak. Thjesht duke pirë çajin e kësaj në mënyrë të vazhdueshme dhe duke përdorur atë si uftiroset pije alkoolike. Po për duanin ka ndonjë bimë? Po, tërfili. Ka një lloj tërfili që quhet tërfili ngjyrë mishi ose Trifolium incornado. Edhe nga ajo ka në Shqipëri. Në vitin 2000, lë punën si mësues kimie dhe biologjie. Nuk doja të punoja më si mësues. Më ofruar një punë, të punoja në një fabrik bire si teknolog dhe prapë edhe atë rrogë refuzova. Zgjodha më mirë këtë tjetër. Pra kisha energji në vetvete, më unë isha i bindur që mund të bëja një punë tjetër, që të ofroja një shërbim tjetër në këtë ekonomi që neve po hynim. Largohet nga Tepelena dhe vendos të sfidojë jetesën në kryeqytet, duke shitur çajra dhe bimë të ndryshme. Ka shanse të hecësh kështu i shpenguar apo gjithmonë je në vëmendje për të gjetur diçka? Edhe pse bimët i sjellin pjesë. Jo, edhe eci kështu, po edhe shumë njerëz më kapin rrugë dhe më thonë, shiko, unë kam një problem, si mund ta zgjidh, se atje ka shumë njerëz. Shikoj këtu radhiqen. Edhe radhiqe. Edhe kalli i dielli. Kalli i dielli? Kush është? Edhe qumështore. Shikoj eci. Qumështoria është kjo këtu? Po, ja edhe qumështoria. Te dallova dhe unë. Se bëm byrekën me këtë. Fillimisht e nisi me një tavolinë trotuar. Po të oksidohen, atëherë këto dal nga dal, krijoi klientelën e tij. Asnjë efekt negativ në organizëm. Duke shitur dhe duke studiuar për efektet e bimëve, arriti të fitojë besimin e shumë pacientëve. Të lidhën e ëmbël, çajin e gjelbër, në mënyrë që nëpërmjet qarkullimit të gjakut ta zvoglojmë këtë si formacion. Nga mësues u bë farmacist bimor. Ajo do të lyej shpinën në gjatësinë e saj, edhe këmbën që i dhëmbë 2 herë në ditë. Nga farmacist, sot e thrasin të gjithë doktorë. Për të eliminuar atë problemin e konstipacionit, të kapsullikut, unë mendoj që t'i japim pak druna kuq thjesht në momentet e para. Do bosh gjotë mirë, doktor. Në farmacinë e tij, ndodhur pranë medreses, gjen turma njerëzish në çdo kohë, të cilët kërkojnë bimën që u bën efekt. Pak spec djegës, mund ta vendosim dhe pak hudër, ta vendosim në raki, afërsisht 50 gram spec djegës, rreth 80 deri në 100 ml raki, 3 deri në 4 kelpin hudër dhe pak limon. Këto i lëm afërsisht 72 orë
Dhe pastaj me këtë përgatitje thuaj përdore për të masazhuar muskujt dhe kyçet. Kombinimet çajrash dhe përzierje vajrash janë receta e vetme e kësaj farmacie. Ju duhet të shplani një herë fytyrën me një çaj bimor, kryesisht çajin e mykut, të livandos edhe një kamomil. Mbasi do të thahet kjo, vendos mbi këtë puçërën afërsisht hudhër vendit të coptuar, përtype pak kështu ose shtype pak me dorë dhe vendoset mbaj afërsisht rreth një orë. Mbasi ta heqësh, juve do të vendosni një krem i cili prodhohet me çajin e gjelbër dhe këtë patlıxhani. Njerëzit hyjnë me një pyetje apo shqetësim dhe dalin me qese plot me bimë të thara. Kuponi ta dha, jemi në rregull tash. Jemi në rregull. Gjithë mira të shkuara. Të gjithë që vinë këtu besojnë tek mjekësia tradicionale. Vujsha nga prostata. Ja shpjegova doktorit. Çfarë të dha për prostatën? Çajra. Çajra, vetëm çajra. Vetëm çajra. Absolutisht asgjë. 2-3 lloj çajrash. I fuqim të nxere, i zishim gjithë, e pisha 2-3 gota në ditë, gjatë gjithë ditës. Marrova ato, jam kaq mirë sa s'ka ku shkoj. Po sot se ka ardhur? Ka marrë për ti me shoqe, se ka gurë më veshka. Nuk shko më ke doktori, këtu vjen, Ke doktori me lujt mesh me shku. Vjen merr ta çajra këtu dhe? Po jo, është i gjë që është fakt. Shkojnë ke doktori, që i bo, jep ilaçe, asgjë s'bëj. Ilaçet s'ka du me gjitha. Kisha ja 15 ditë me një gurë në veshka. Të gjoshat mirë. Edhe 5 ditë piva atë shurbi që më dha ky, çajin, dhe bëra kafe prap. I thash, pa shiko me kam atë se bëja kafe për sëmundjen tjetër. Jo të nuk ke. Si mos kam? S'ke thot burr. Vi këtu i thomore, po si s'më le 2 gurë bashkë more ylli, dhe atë shumë trazava që bësh. Do të jetë në gjyq më tha se mi nxorë gurët ta për 5 ditë. Dora e djatë dhe këma e djatë, i paralizoj të s'lëvizja do të fare. Bëra vizitat e një pastjeshme. Më ka ndjekur neurologu, me skanje, me e zhe të gjitha, dhe më në fund më dha dhe recetat, por unë ja tregova dhe doktorit se kam vite që punoj me të si shok njërë, në Radpar dhe Patriot, ande në krajinat e mia. Dhe ky më dha mjekimin e ti, më thot mua, për mua merr këtë lloj mjekimi, dhe më dha mjekimet e tia. U shëqyru ktheva me këmbë dhe me dorë dhe sot po punoj akoma. Lavdi vetëm këti dhe unë nuk e quaj yll toksor, po unë e quaj një yll meteor për mua. Histori shqiptare mundësohet nga Stigal, Unica Group Austria. Mendo momentet që të ndryshojnë jetën. Mendo një familje të lumtur dhe të shëndetshme. Siguro shëndetin duke filluar nga 15.000 lekë në vit dhe përfito një kontroll shëndetësor të përgjithshëm në vit, kontrolle diagnostikuese dhe shpenzime për medikamentet. Nëse dëshiron të sigurosh shëndetin, ka vetëm një emër: Stigal Unica Group Austria. Shërimi me BIM ka lindur me njerëzimin. Të parët që përdorën mjekësinë me BIM ishin semarianët e Mesopotamis, ose ndryshe e pjesa jugore e Irakut të sotëm. Bëhet fjalë rreth 2300 vite para lindjes së Krishtit. Më pas, tek papiruset egjiptiane, e flitet specifikisht për hudhrën dhe dëllënjën, të cilat u përdorën për qëllime mjekësore. Mjekësia bimore zhvillohet më tej tek grekët, romakët, kinezët dhe indianët. Kombinimet e bimëve natyrale njihen si çuditëbërëse për shumë sëmundje, sidomos për ato të lëkurës, funksionimin e organeve të brendshme dhe qetësimin nervor. Pasi u ke hedhur një sy të gjitha rafteve ku ndodhen bimët medicinale dhe njohur me përshkrimin e tyre dhe efektet që kanë në organizëm, kërkon që t'i kesh të gjitha në shtëpi. Dhe pse jo? Përgatitja e tyre është fare e lehtë, mjafton një ujë i valuar dhe secila prej tyre mund të lihet disa minuta dhe të pihet çdo ditë. Efekte anësore nuk ka, përkundrazi, secila prej tyre ka një efekt të shkëlqyer në rigjenerimin dhe ripërtëritjen e organizmit. Njëkohësisht edhe për të zgjeruar ente i qarkullimit të gjatut, bëjmë që shumë mirë ta hedhim një lug çaj të mbushur mirë me xhenxhefil. Xhenxhefil të bluar. Kush vjen në këtë farmaci bimore?
jo vetëm që mund të gjej bimën që i duhet për të ndihmuar në lehtësimin e një sëmundje apo shërimin e saj, por këtu kemi në momente të veçanta për disa klientë mund bëhen edhe demonstrime se si mund përgatitet një çaj, që është një proces shumë i thjeshtë, por që shpesh nga ne lihet pas dore për shkak të mungesës së kohës apo mungesës së informacionit se si duhet të bëhen kombinimet. Tani ky çaj çfarë mrekullirash do bëj? Kur boronica, ato do të na i thoni juve. Kur i shtojmë një çaj pak mjalt dhe e përdorim të ngrohtë, ti parasysh që mjalti gjallëron gjithë enzimat që ndodhen këtu, gjallëron florën bakteriale në zorë, rifreskon punën e mëlçisë, punën e stomakut dhe ajo që është më e dobishme pastaj, përdoruesi i këtij çaji ditën tjetër ja shitjen e ka shumë të lehtë. Sa çajra duhet të pi në ditë një person që të ndihet mirë? Është 2 gota në ditë. 2 gota në ditë. Duhet i pim çdo ditë 2 gota çaj. Ndërsa kur kemi të bëjmë me një patologji, atëherë kjo dozë duhet të shtohet. Çdo bimë paketuar ka edhe një përshkrim për efektin. Me smurisë së tyre do të veçonim mollën e egër, boronicën, dëllënjën, lule basamin, barin e bletës, lavandulën dhe sherebelën. Shqipëria njihet si vendi me florën më të pasur në Evropë për shkak të 7 relieveve të ndryshme që ka. Hapja e farmacive bimore ka nxitur banorët në fshatra të mbledhin bimët, t'i thajnë dhe të jetojnë me to. Ndodhem brenda një sere ku bëhet tharja e bimëve medicinale. Në çdo fshat të Shqipërisë po të shkosh, gjen sera të tilla të improvizuara, pasi shumë familje kohët e fundit jetojnë me të ardhurat që grumbullojnë nga mbledhja dhe shitja e këtyre bimëve. Kjo serë është e mbyllur, gjithmonë krijohet ideja se tharja e bimëve medicinale bëhet në ambient të hapur dhe në rrezet e diellit, por jo, është gabim, pasi rrezet e diellit i heqin vetin që ka vetë bima, serat ku bëhet tharja e bimëve janë të mbyllura dhe largimi i lagështirës dhe tharja bëhet nëpërmjet këtyre ventilatorëve që ju shikoni, të cilët janë vendosur në pjesën e sipërme. Të tregohet kujdes tek grumbullimi, tek tharja, tek mbledhja, sepse ka njerëz që i hynë në zona të huaj, mush një thes me bimë miksore në mal, i lidh kokën thesit, bie poshtë, ajo s'ka dorë si bimë. Nuk ka më vlerë. Shemsi Koleci ka gjithë jetën e tij që jeton me mbledhjen dhe tharjen e bimëve, të cilat më pas i dërgon për të shitur. Por i kthehet mbledhja e bimëve? Është rikthyer shumë. Ka interes monetar, fitohet domethënë? Fitohet shumë. Fitohet shumë. Shumë fitohet. Shumë fitohet. Ka kërkesë. Ka kërkesë sa duhet. Tregu i jashtëm. Tregu i jashtëm. Edhe tregu i jashtëm. Po tregu i jashtëm. Ne furnizojmë 70% e Amerikës furnizohet nga Shqipëria me sherebel. Sipas një statistike, Shqipëria ka rreth 3000 bimë eterovajore. Mes tyre janë dhe shumë bimë të rralla, të cilat kanë veti kurative për sëmundje kronike. I grumullojmë, shkojmë edhe në bjesht të larta, për shembull në Dajt, shkojmë në Bijës, shkojmë në Bregdet, mbledhim pelinë e ëmbël, në ndërnena Stirit, se edhe deti jon, për shembull Karavastas Pille, edhe deti jon ka një lloj bime që është shumë e rrallë në gjithë botën, e mbledhim, ajo është për diabet. Cila bimë? Pelinë e hidhur. Pelinë të ëmbël ka boll. Ja, kemi edhe këtu pelinë të ëmbël. Kush është pelina ta shohim? Pelinë e ëmbël, ja, ajo është aparati i qenit. Djathtas. Kjo këtu. Ajo, merrjer. Kjo është Pelinë e ëmbël quhet. Kjo quhet Pelinë e ëmbël. Edhe kjo në Për diabetin. Edhe kjo për diabetin hyn. Njerëzit që i njohin bimët të surprizojnë kur shpjegojnë efektet e secilës prej tyre.
Por mrekullia e bimëve nuk ndalon vetëm kur i përdor të thata. Vajrat e nxjerra prej tyre janë po aq kurativ. Në farmacinë e Yllimerias, në një kthim të vogël, ndodhen vajra të ndryshëm. Mbi një tavolinë është kjo pajisje e cila ndihmon në përgatitjen e kremrave me vajra bimor. Është hedhur të shikoj një vaj që rrotullohet. Këtu në brëndësi është një vaj i shkrir i kokosit, vaj i bajame së ëmbël, edhe bajami e ëmbël është produkt shqiptar, dhe në të tashi do të shtohen vajrat esenciale. Në përgjithësi, që japin veti të mira kundra rrudhave, pra që rigenerojnë lëkurën dhe japin asaj rifreski, është vaj i sherebelës, është vaj i livandos, edhe kjo që po përgatisim këtu është një krem anti-rrudh. Ka veti që të rifreskoj qelizat në shtresën e parë të epidermës së lëkurës, ka aftësinë që të nxjerrë jashtë të largoj ato qelizat e vdekura, dhe këtë ndihmë na jep vaji esencial i limonit, i cili hidhet në këtë përbërje këtu. Më të kërkuara janë kremrat antirrudh dhe kundër puçrave. Llojet e vajrave janë të shumt, por spikat vaji i bajames, i pishës, i limonit, i sherebelës dhe i lavandulës. Mes tyre, më i shtrenjti është vaji që lufton plakjen. Jo, një pikë dhe kjo mban aromë shumë gjatë. Mund të përdoret shumë mirë për trajtimin e fytyrës. Aroma është fantastike, i jep një butësi ledhatuese fytyrës dhe... Kjo që nga fantastike, shmang rrudhat. Rrudhat, puçrat, aknet dhe për të gjitha problemet alergjike që mund të krijojnë në fytyrë. E shumë e shtrenjtë sa do të thotë? 100 ml është rreth 200 euro. 200 euro? Po mos harro se në internet... 10 euro hodha unë tani? Ju meritoni të prishim edhe më shumë. Ky vaj e quhet Helichrysum dhe nxirret nga një lule e verdhë. Kjo është lulja Helichrysumit. E këtij vaji që ishte shumë e këtij vajit shumë të shtrenjtë, po. Po ta pim çaj këtë? Ndikon në... Edhe ky si çaj është shumë i miri. Kryesisht për gjallërimin e organizmit, të qelizave, nxit pikimin e tëmthit dhe njëkohësisht ndihmon në shkrirjen e gurëve në tëmth. Në disa enë të tjera janë futura në alkool edhe lloje bimësh. Pjepër i egër dhe përdoret për sinuzitin. Kjo është kokra e pjeprit të egër. Ja, mund ta kapësh. Jo, nuk e kam parë. Atëherë. Fantastike. Kjo merret kështu, shtrydhet, edhe hidhet në hund afërsisht për sinuzitin. Për sinuzitin, ja. Mund ta shtrydhim edhe këtu sepse kjo është e sterilizuar. Atëherë ja, ky lëngu që nxjerr kjo ja. Shpërthen të gjitha sinuset që ndodhen në pjesën e maksillave. Në këtë farmaci gjithçka bazohet tek natyra dhe kombinimi i bimëve. Në Shqipëri, e vitet e fundit janë hapur shumë farmaci të këtij lloji, të cilat ofrojnë receta bimore edhe vajra sikur shërimi. Njerëzit gjithnjë më shumë po i drejtojnë mjekësisë tradicionale për të gjetur lehtësim. Vetë organizata botërore e shëndetësisë e përkufizon mjekësinë tradicionale si grumbullimi i njohurive, aftësive edhe praktikave të bazuara në kultura të ndryshme. Çdo sëmundje ka një zgjidhje në natyrë. Vetëm ne nuk duhet të lodhemi së kërkuari atë. Të apasionuar si Yllimeria, por i kthejnë një traditë të trashëguar në breza në mënyrën se si janë përdorur bimët për sëmundje dhe në gatim. Rrjedhimisht, po kultivojnë një kulturë të shëndetshme të përdorimit të pasurive që ofron natyra. Secili kanë edhe një... Gati? Fillajmë.
Mjafto të bëjmë një shëtitje në natyrë, të mbledhim ca bimë edhe ta... Mjaftohet vetëm me kaq. U kry. Ndoshta ku keni gjë veçantë ose një gjë flasim, po të dyjmë të një. Me shishet apo pa shishet? Pa shishet. Pa, bëjmë sikur flasim, vetëm ktheu pak. Po, ja. Mere këtë hidhe këtu prrr. Ta edhun? Pese gjuna, shkoj dë. Hidhe me hidhe. Do ta bëj kremi vetë në shtëpi tani. Do më thuash me çfarë bëhet. Vetëm po qaj mallin për atë se në gjishe shumë shtrejt, ajo, që ishte 1800, ajo. Po se pak duhet në ajo, besoj, të kremi. Po jo ma të shketi, do t'japun ta përdorësh kështu si vaj në parfum. Histori shqiptare mundësohet nga Sigal, Unica Group Austria. Mendo momentet që të ndryshojnë jetën. Mendo një familje të lumtur dhe të shëndetshme. Siguro shëndetin duke filluar nga 15.000 lek në vit dhe përfito një kontroll shëndetësor të përgjithshëm në vit, kontrolle diagnostikuese dhe shpenzime për medikamentet. Nëse dëshiron të sigurosh shëndetin, ka vetëm një emër: Sigal Unica Group Austria.